Me shtimin e rasteve të gripit dhe virozave sezonale, mjekët në qendrën shëndetësore Postri bëjnë thirrje për kujdes në përdorimin e medikamenteve, veçanërisht antibiotikëve. Sipas mjekut Sokol Xhabjaku, shumë qytetar marrin antibiotik sapo shfaqin simptomat e para, edhe pse gripi dhe virozat janë infeksione virale dhe nuk trajtohen me antibiotik. Na qëllon që vinë dhe na tregojnë që kanë marrë antibiotikun dhe nuk kanë pasur ndonjë rezultat. Normalisht antibiotiku nuk ka efekt gjatë virozës dhe ne atë japim këshillën se çfarë duhet të bëjnë. Patjetër që duhet vinë fillimisht vetëm tek mjeku, që t'i japim drejtim. Në rastin konkret që ne po flasim, kemi pasur shumë raste që edhe më kanë telefonuar, këtu është një zonë e hapur dhe kemi edhe shtëpiat që janë larg, që kanë pasur banorët që kanë pasur familjarët të smur dhe i kemi këshilluar me anë të telefonit, s'kan pas mundësi të vinë, kemi këshilluar me anë të telefonit se çfarë të bëjnë. I kemi thënë që të rrinë në kontakt dhe kanë kaluar domethënë atë punë vetëm me analgjezik. Mjeku shpjegon se përdorimi i antibiotikëve pa u konsultuar me mjekun e familjes, jo vetëm që nuk ndihmon në shërim, por mund të sjellë pasoja të rënda për organizmin. Duhet të theksoj që është shumë e rëndësishme që mos të abuzojmë me antibiotikun, sepse nga që njerëzit i ka paniku e shkojnë e marrin me njëherë antibiotikun, që nuk është as pak e këshillueshme. Kështu që viroza ka atë dhe kursin e vet do të vazhdojë disa ditë, kështu që ne duhet të jemi thjesht të monitorojmë dhe të observojmë rastin dhe të jemi të kujdesshëm, asgjë më tepër. Ai u bën thirrje banorëve që në rastet e gripit dhe virozave sezonale të kryejnë vizitën tek mjeku i familjes dhe të ndjekin vetëm trajtimin e rekomanduar, pa marrë medikamente në mënyrë të pakontrolluar.